fundim, ju po thoni që 6 milion dollarët që u paguan në Amerikë nuk e dhanë efektin. Nuk dëgjoj asgjë nga. Pra ju po thoni që 6 milion dollarët që u paguan në Amerikë nuk dhanë asnjë lloj efekti. Po pse nuk thon ku i gjetën 6 milion dollar? Kjo është transparenca, kjo është ndershmëria. Dhe kjo është dhe pandershmëria e Sali Berishës. Kjo është pandershmëria e Sali Berishës, që nuk tregon ku i ka marrë parat, nuk tregon se ku janë pasuruar, nuk tregojnë as ai as Noka as ai asnjë nga ata që janë në kupolin e Partisë Demokratike, nuk tregojnë ku i kanë marrë parat. Të na thotë të dalë Sali Berisha, po është burri i ndershëm siç pretendon. Që për mua nuk është i ndershëm. Të dalë të thotë ku i gjeti parat. Avokat, ju lutem, edhe diçka kam tek pjesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si do të jetë raporti me Ramën këtë 4 vjeçar? Sepse nuk do jetë zero, sepse Rama nuk do jetë në kryeministër. Zgjedhjet nuk do njihen. Po dhe ndri Trumpi? Rrugë mbari qoftë. Kjo se dhe ndri Trumpit përfaqëson Amerikën dhe shtetin amerikan në djallë të vej, Shqipëria, shqiptarët, Rama dhe kushdo tjetër. Dhëndri Trumpit është dhëndri Trumpit, s'ka lidhje fare me politikën. Gjithsesi, brenda familjes, edhe në darkë, ose një javët kur mblidhen për diskutuar, bie fjala edhe për Shqipërinë, për bizneset, për Sazanin. Tani, unë nuk marrë në shqyrtim bisedin që bëjnë ata me gratë në krevat në tarë kur flënë, zotëri. Flasëm për biseda serioze në shtetërore. Dhe dhëndri Trumpit është dhëndri Trumpit. Dhëndorët e kanë vendin vetëm për të mbartur ujë dhe dru. Kjo është tradita jonë, po jo atyre. Gjithmonë ashtu e ka. Harrojeni këtë, që kjo idiotizëm që e thonë këta do vi dhëndri Trumpit e do i heqë në ngratë Sali Berishës. Por e sotri, ka mbaruar Sali Berisha për Amerikën dhe për PD-n. Ka mbaruar. Kush nuk kupton këtë, s'ka kuptuar gjë nga politika. Avokat, po me Rama që do bëj 4 vite në Shqipëri, si do t'jap shpresë këtij populli? Nuk do jetë në dorë të Ramës shpresa e këtij popullit. Shpresa e këtij popullit është tek Partia Shpresa Demokrate Shqiptare. Keni komunikuar me zotin Pilinçi, sa ai tha që do ketë qeveri teknike, s'do bën zgjedhjet. Po pse nuk u bë qeveria teknike shtunë në kaluar, nuk u prezantua, ai pa. Po zgjedhjet u bën. Por zgjedhjet që i kanë dorë do t'i bëj ky se ky është akoma në pushtet. Por nuk do njihen zgjedhjet. U la ajo që shikoj unë. Si vëzhgues. Amerika e la Edi Ramën që të organizojë zgjedhjet, të vënë në zgjedhjet, të shikojnë lakurëqësinë e pretendimeve të Sali Berishës, të shikojnë poshtërsinë e vjedhjes së parave ku gjetën paratë e non-gratës, që u paguan 6 milion, thonë nuk janë 6 milion, thotë janë 18 milion. Dhe nuk thonë ku i kanë gjetur. Ore këta të përcasë që shpirin, këta thonë mbyllë që të një unë. Që nuk dhe Sali Berisha të thotë ku i gjeti paratë? A është burë. Po është burë të dalë të thotë ku i gjeti paratë. Ndryshe është lepur. Kaqë. Avokat, po këta të Europës nuk e shikojnë që a bënë Shqipëri që po vinë këtu dhe gjithë me këto urime? Evropa është komuniste, zotëri. Evropa komandohet nga Putini. Pikrisht e Evropa e gjenë mbështetim ta. Ke parë ndonjë flamur amerikan në përzyrat e PD-s? Nuk të thotë gjë fare kjo? Praktikisht, padrinu Sali Berisha i ka shpallur luftë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I ka shpallur luftë. Fakti që flamurin amerikan nuk e shohim gjykundin në për mbledhjet dhe mitingjet e PD-s elektorale, do të thotë që Sali Berisha nuk do të di për Amerikën fare. Ndaj Amerika ka shumëzuar me 0 dhe e çoi në vend të qenit. Avokat, këtë mandat mendoni që besimit e SPAK-u, pa këtë mandat i qeverisë Rama do fillojë edhe do bjerë për shkak se ngriti shumë stekën lart me goditjet, po tani mund të marrë në goditje vet, qoftë edhe me ndryshime kushtetuese. SPAK-u është ngritur dhe paguhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E kanë coptuar Shqipërinë në 1913 në zotëri. Dhe ne nuk i harrojmë këto. Ne historinë nuk e hedhim poshtë. Ne historinë nuk e shkelim. Ne
të kaluarën tonë kemi të gjallë dhe kemi këtu në zemër çdo kohë. Dhe prandaj them, ata s'kan punë në Shqipëri, ata si qenë ashtu do ikin, si qenë do ikin. Po pastaj, pasi t'ikin ata çfarë do ndodh? Pasi t'ikin ata, do rrojmë e do shohim. E kam fjalën tek Spaku, steka do jetë në ulje apo në ngritje? Do vazhdoj absolutisht jo. Unë besoj, nuk e di sa se çfarë do bëjnë ata, po unë besoj në mënyrë absolute që Spaku do fillojë arrestimet. Me kurvërimin e Tërmet Peçit në Tepelen, kështu fituan ata. Kështu fitojnë. Se për pak Besharova, Tërmetin e kemi në parlament. Dëgjoj kurvërit, po prandaj, dëgjoj kurvërit e partisë e komunistëve shqiptarë. Kurvëroj Shukriu në Dipër. Kurvëroj Gjici në Kukës, kurvëroj Tërmetin në përmet Këlqyrë. Pra, kjo është parti kurvash, edhe kurvarësh. Këtë votojnë shqiptarë. Jeni ashpër shumë, avokat. Mos thash ndonjë gjë të papërtet, zotëri? Po, të lutem. Për këtë të fundit për Tërmetin s'ka pas një reagim, thjesht vetëm lajme në media. Se për ata tjerë ka pas video, po për këtë... Po pse nuk diskutoj fare Sali Berisha edhe PD-ja për Tërmetin, se është bërë denoncimi i bashkëqortit asaj kurvës, më fal për shprehjen. Pse nuk reagoj? Pse nuk foli fare PD-ja gjysmë fjale? Janë në marrëveshje, mos zotëri, janë në marrëveshje. Kuptoni se janë në marrëveshje dy partita. Avokat mirë, po Tërmeti tani do jetë në parlament. Ballin lart komandant. Nuk do jetë në parlament. As Tërmeti as ata që kanë bashkëqorturit të votuar. Nuk do jenë. Do prishet zgjedhjet. Nuk do njihen. Avokat, edhe diçka te kjo denoncimit policisë në dijenin tuaj me informacionin që keni andej. Kanë vazhduar hetimet, është marrë kallëzimi apo jo? Kanë vajtur në policinë e Tërmetit, kanë dorëzuar kallëzimin, kanë ndërhyrë Mirela Kumbaro, ka thënë në asnjë mënyrë mos e ndiqni si çështje, ka urdhëruar Edi Rama këtë e lartë të mbyllet sepse po na shkatërron zgjedhjen dhe i vun kapak. Në fakt nuk e kanë vënë dot kapak, por familja s'ka vënë kapak. Familja do ta ndjekë atë se i ka të tëra provat. Por vetëm për provat. Kush janë provat? Tani provat i kanë ata. Këqëra dhe Tërmeti dhe Përmeti di shumë mirë provat. Ka në dorë. Ora këta dhe mund të vrasin. Ka polici, ka shërbim sekret, ka në agent të tyre, ka në banda kriminelle dhe të vrasin. Po e vërteta është akstuat. E dim në njës të tyre, në njës të ati zotëris që tratoj shoqja, ajo palacua. Avokat, për ta mbyllur, ju në bisedat e mëparshme keni thënë që pas veljet e kanë rrallën 3 gra dhe djali Berishës. Në që drejtim se në mos gaboj për Ballukun, për Ogerta Manastiriun edhe për Olta Gjashkën edhe për djalin e Berishës në mos gaboj. Kështu u tha. S'ka vepror Spaku, sepse s'ka vepror dhe tani nuk e di. Mendoni që do vazhdojnë hetimet në këtë rast? Mendoj që do filloj. Në këtë linjë apo keni indicie tjera që mund të jenë personazhe tjera të përfshirë? Jo, ndikje janë shumë për të arrestuar, shumë hajdut dhe mashtrues, po të paktën këta që janë deklaruar. Nga lista aktuale deputetëve të ri, sa ju kap syri që rrezikojnë të futen brenda? Njerëz se kam parë listën fare se nuk më intereson. Se e di pse nuk kam treguar interes fare në to zgjedhje, se e di që nuk do njihen. Edhe ja kam varur, nuk kam asnjë lloj interesimi për to. E di që do prishin. Ju ma keni thënë këtë avokat ju këmbgulni te kjo dhe edhe në bisedën që ne po zhvillojmë, ma keni thënë 4 herë, po bazoheni vetëm tek fakti që s'po njeh Amerika apo ku? Patjetër, është faktori kryesor. Nëse ju kujtohet në 2021, se jam i detyruar të kujtoj ti e djaliri, unë do të kujtoj tyja. Harrove deklaratën e ambasadës amerikane në 2021 që pa mbaruar mirë zgjedhjet u tha që do dalin 74 deputet të PS-s. A e harruat, e mban mend këtë fakt. Është ankuar edhe PD-ja që pa u mbyll kutit u njoftua, u urua për fitore. Rezultati. Dakor jemi deri këtu. Kur janë mbyllur kutit, sa ditë ka? Janë bërë votimet të ditë dhe diel?
e hënë